Borxhi publik në raport me prodhimin e brendshëm bruto ka pasur rënje të ndjeshme gjatë dekadës së fundit, duke reflektuar përmirësim të qëndrueshmërisë fiskale dhe menaxhim më efikas të portofolit të borxhit. Sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Financave, raporti borxh prodhimi brendshëm bruto ka zbritur nga 70.3% në vitin 2014 në 54.21% në vitin 2024 dhe 53.0.4% në vitin 2025. Ulja e këtij treguesi sinjalizon se ekonomia është rritur me ritme më të shpejta se borxhi, duke forcuar balancat fiskale. Në të njëjtën kohë, vjet re edhe rënje e kostos së financimit. Financime me norma më të ulta interesi kontribuon në optimizimin e shpenzimeve për shërbimin e borxhit. Edhe struktura e portofolit paraqitet më e balancuar. Borxhi i brendshëm përbën 59.4% të totalit, ndërsa borxhi i jashtëm 40.6%. Pesha e borxhit me valutë të huaj ka rënë rreth 40% nga rreth 42% më parë, duke reduktuar ekspozimin ndaj rrezikut valutor. Një tjetër tregues i rëndësishëm është zgjatja e maturimit mesatar të borxhit të brendshëm, i cili ka arritur në 2.8 vite në vitin 2025 nga 1.7 vite në vitin 2014 dhe 2.6 vite në vitin 2024. Rritja e gjatësisë mesatare përmirëson profilin e rrezikut të rifinancimit dhe rrit qëndrueshmërinë e financave publike.